Horoskopi ditor e hënë, 1 dhjetor 2025. Dashi, do të mbylleni në vetvete sot dhe nuk do të arrini të vendosni komunikim me partnerin tuaj. Asgjë nuk ka për të shkuar siç ju e kishit menduar. Beqarët duhet të tregojnë të duruar nëse nuk duan të përballen shpejt me zhgënjime. Në planin financiar do të arrini më në fund të stabilizoni gjendjen. Do të ndiheni më të qetë dhe do t'i kryeni pa frikë shpenzimet e domosdoshme. Demi. Ditë shumë me këndshme dhe emocionuese kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Do t'ja kaloni shumë mirë pranë partnerit tuaj të dashur, i cili do t'ju bëjë her pas here edhe disa surpriza. Beqarët do të kenë mundësi vetëm për aventura kalimtare ose për flirte. Në planin financiar, Mërkuri do të ndikojë pozitivisht, do të vendosni më në fund ekuilibrin. Binjakët. Mundohuni të shpreheni sa më shumë ndjenjat tuaja gjatë kësaj dite dhe në mënyrë që edhe partneri të kuptojë se sa e dashuroni. Beqarët do të arrijnë të bëjnë për vete një person të cilin kanë kohë që e pëlqejnë dhe do të mund të fillojnë një histori të bukur dashurie me të. Me financat, nuk do t'i keni punët shumë mirë, tregohuni të kujdesshëm me çdo shpenzim. Gaforia, ditë mjaft e animuar kjo e sotmja për të dashuruarit. Do t'i kaloni sa hape mbyll syt, vështirësitë dhe do t'i sqaroni menjëherë mosmarrveshjet me partnerin tuaj. Beqarët nuk do ta gjejnë princin e tyre të kaltër, megjithatë fal miqve do të kalojnë një ditë goxha pozitive. Në planin financiar duhet i bëni mirë llogarit nëse nuk doni të përballeni me të papritura. Luani, do të merrni frym lirisht gjatë kësaj dite dhe në jetën tuaj në çift dhe do të ndjeni mjaft mirë pranë personit që dashuroni. Beqarët nga ana tjetër do të kenë një ditë shumë të veçantë, në momentet që më pak do të presin, do të realizojnë takimet të mrekullueshme. Në planin financiar duhet bëni kujdes. Kurseni sot në mënyrë që e nesërmja të jetë më e mirë. Virgjëresha, mos u nxitoni të thoni shumë gjëra në të njëjtën kohë sot, sepse do të bëni gabime dhe do të keni telashe me partnerin tuaj. Tregohuni më të duruar dhe më tolerant. Beqarët do të marrin propozime për lidhje serioze, por nuk do të jenë ende gati. Në planin financiar ka rrezik të përballeni me surpriza të pakëndshme. Kujdes, bëni një riorganizim të situatës. Peshorja. Të shumtë do të jenë planetët që do të ndikojnë sot në jetën tuaj në çift. Ata do t'ju bëjnë të ndiheni më qartësisht dhe t'i shihni gjërat më mirë dhe nuk do t'hithni hapa të nxituar. Beqarët më mirë të qëndrojnë vetëm sot dhe të mos kërkojnë njohje të reja sepse personat nuk do t'jenë për ta. Financat nuk do të influencohen nga yjet dhe situata do të varet tërësisht nga mënyra se si ju do t'i menaxhoni ato. Akrepi, do të tregoheni shumë strikt në dashuri sot dhe shpesh do ta vini partneri në siklet. Mos e teproni, nëse nuk doni të keni mosmarrveshje të mëdha. Beqarët do të duhet të marrin disa vendime të cilat do të ndryshojnë përfundimisht jetën. Në planin financiar, gjërat do të shkojnë më së miri, madje do të keni mundësi të hiqni edhe ndonjë para mënjan. Shigjetari, ka rrezik që dita të ndërlikohet tej mase sot. Për ju që jeni në një lidhje, do të jeni kokfort dhe nuk do të pranoni të hapni rrugë për asnjë moment. Beqarët do të surprizohen tej mase nga një propozim që do t'ju bëhet. Mos e lini këtë mundësi të shkëlqyer t'ju ik nga duart. Në planin financiar priten ndryshime pozitive. Bricjapi, marrëdhënia në çift do të përmirësohet gjatë kësaj dite, do të flisni për gjithçka me partnerin tuaj dhe do t'i harroni problemet që keni pasur dikur. Beqarët do t'i japin më shumë prioritet jetës familjare dhe miqve. Dashuria për ta do të jetë në vend të dytë. Dielli do t'ju ndihmojë të përmirësoni situatën financiare, do të mund të kryeni edhe ndonjë transaksion më tepër. Ujori, çiftet do të gjenden përballë disa zgjedhjeve të vështira, por që duhet t'i bëjnë sot me patjetër. Mendohuni sa të mundeni, por jo vetëm për veten tuaj. Beqarët do të pëlqejnë jashtëmase një person që sapo ka filluar një angazhim serioz. Mos bëni gabim të shkatroni një lidhje të qetë. Mërkuri do të ndikojë tek financat dhe do t'i mbajë ato gjatë gjithë kohës të qëndrueshme. Peshqit. Marrëdhënia juaj me partnerin do të jetë shumë e mirë nga sa mund ta mendonit.
do t'i kaloni sa pembullsyt dhe të gjitha vështirësitë që keni pasur do të zhduken. Beqarët ka rrezik të marrin sërish të refuzime dhe kjo do t'i brengos. Nuk do t'jetë dita e tyre me fat kjo e sotmja. Në planin financiar, të ardhurat do ju rriten fal një strategjie shumë të mirë që po ndiqni prej disa kohësh.